Me trajnerin e Vllaznis në voleboll për meshkuj, Artan Kalaja me njëherë pas sfidës, Vllaznia Partizanit ta kemi mbyllur 0 me 3 në favor të Partizanit. Profesor Kalaja pritet një lojë ndryshe dhe për faktin se vinit pas 2 ndeshjeve fantastike, 2 fitore në transferat kosovare dhe sot përballë Partizanit si kryesuesi i grupit B Liga Gjergj Kastrioti. Me të drejtën, 2 sete jam i kënaqur me skuadrën. Seti i parë ishte vendimtar sepse çunat po jepshin maksimumin dhe s'morën rezultatin. Kjo edhe për faktin e disa gabimeve në arbitrim. Nërsa seti i tretë nuk është për të diskutuar, ndoshta ra morali, ndoshta ra besimi. Po 2 setet e para u luftunen dhe u bën lojë shumë e bukur, lojë rivalesh, lojë të barabartësh. Megjithëse ne luajmë kundër një Partizani me eksperiencë, kundër një Partizani të përforcuar në të gjitha drejtimet, të dubluar në të gjitha pozicionet dhe bëmë atë që mujt me më tepër. Gjithsesi janë neshjet e kthimit që do të bëhen ato dhe ne do të shpresojmë që të përmirësohemi edhe mos presim që edhe gabimet që bëjnë gjyqtarët mos na dëmtojnë. Gjithsesi, në përgjithësi jam i kënaqur me skuadrën me 2 sete, ndërsa seti i fundit nuk është për të diskutuar. Kjo erdhi nga morali, nga besimi, edhe ndoshta ato thynen qysh në setin e parë nga që po jepshin maksimumin dhe nuk morën rezultatin, si rezultat i disa gabimeve në arbitrim. Gjithsesi, këto ndeshje janë shumë të mira, sepse ne na bajnë për me u forcu, na bajnë për me menu më mirë në servitje dhe për me bë më mirë në ndeshje tjera. E theksuat në 2 momente arbitrimin dhe në fakt... Ishim në pikë decizive, gabime në vendosje, gjithsesi ato kanë kalu, nuk kena që diskutojmë më, të mendojmë për ndeshje tjera. Për një sqarim të publikut, sepse u ndërprer për disa minuta ndeshja në reagimin e Vllaznis, ku ishte problemi? Problemi ishte në gabimin e vendosje të tyre, sepse lojtari vizit dytë luajti 2 pozicione në lojën e parë dhe shkoi rezultati 21-19 për ata që mund të ishte 21-19 për ne. Por kështu e ka loja, mos mendojmë ka marru kjo lojë, mendojmë për ndeshje tjera. Ndeshja e radhës për Vllaznin? Ndeshja e radhës është për eliminatorët e Kupës Republikës të Shqipërisë në Shkodër ditën e premte në orën 18:00. I tjetër ndeshje e fortë. Shumë e fortë. Gjithsesi, ne do t'japim më të mirën. Suksese, profesor. Faleminderit ju dhe Veriut Sport.